sot leva ca vezë për t'i futur atje të vëndi që t'i bëjmë gati për datën 27 në mëngjes, po kishin skatu qeve 16 korrik. Kështu që mendoj që do jenë më të mira kur t'i gjujnë, të skatuar. Do I lëmë edhe pak djelë që të bëhen sulfur edhe veprimin e bëjnë sak. Po përveç saj du të bëjnë edhe një denoncim. Shefi antitrafiqeve sot në Shqipëri është djali Hasan Manjes. Është nipi I trafikantit të heroinës, është nipi Ulsi Manjes. Ulsi Manjen e njihni gjithë, urtësiu I dosjes 184. Po jo vetëm kaq, edhe në krye të KPP-s, aty ku shpërndajnë qeqet e mdhaja të qeverisë, është ish sekretari Ulsi Manjes. Pra Ulsi Manja I paska dhënë besën e Tiranës, dhe ky na kërkon besën ne. Ne nuk I japim besën njerëzve të pa besë, njerëzve të pa besë në familje, njerëzve të pa besë me fëmijët e vetë. Ne nuk I japim besën një krimineli, e vetmja besë që ka ky është me kriminalat, me protestën asnjëherë nuk do ketë besë. Du t'i bëj edhe spakut një thirrje, nëse këta nuk ju kanë frikë, ne nuk ju kemi frikë as nuk bëhet fjalë. Kështu që do fillojmë t'ju hapim edhe ju dosjet ose bëni punën për atë që jeni aty. Arrestoni hajdutët ose do t'ju hapim të gjitha dosjet. Do t'ju tregojmë të gjitha shtëpiat ku I keni dhe do vim me artillerin e vezëve e t'ju bëjmë me vezë edhe ju.